ku në fakt do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të parafruar me standardet dhe legislacionin e BE-s. Paralelisht, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në zbatimin e agjendës së reformave dhe të rritjes në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 21 masa reformuese ndërmjet dhjetorit 2024 dhe qershori 2025, një rezultat i shkëlqyer që bëri që Komisioni Evropian të disbursojë 99.3 milion euro për Shqipërinë, një tregues i prekshëm i angazhimit të BE-s për të stimuluar edhe më tej ritmin e reformave të shpejta në Shqipëri, sepse siç konfirmoi edhe presidentja von der Leyen gjatë vizitës së saj të fundit në Tiranë, kjo është edhe arsye sepse ne jemi këtu. Komisioni Evropian është gati të mbështesë Shqipërinë në çdo hap të rrugës së saj drejt realizimit të synimit ambicioz për mbylljen e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2027. Për të përmbushur këtë objektiv